Jona, si e? Mirë, si e? Shiko, sot është e çuditshme sepse studio sot është bosh. Se ne në fakt shumë e kemi nisur programin, pastaj njerëzit erdhën vetë. Dhe në fakt sot duhet të ishte studio e mbushur që të gumzhinte, sepse tema është familja tjetër. Dhe kur thua familja tjetër, në 70% të letrave që na nisën dhe që është shumë e besueshme, ishte vjera. Dhe kur hap një temë për vjerat, janë pafund historitë. Pra këtu duhet ishte plot me njerëz që flisnin për vjera dhe vjera që flisnin për nuset. Do të ishte një super show. Por ky është programi i parë deri tani që nuk del asnjë me portret. Përveç se do të kemi një histori të një zonje që falenderon vjerën sepse do shumë, ka një lidhje shumë ngushtë me vjerën. Të tjerët kanë refuzuar edhe me z, me të ndrojë dhe zëri. Dhe pra vjera është që nga më e frikshme vjera se sa disa mafios që përmend Artan Hoxha. Mua më ngeli në mendje një fjalë profesorin Neli Demi javën e kaluar, që në fakt edhe kur e nxorëm në trailerin e emisionit për adoleshentët, direkt reaguan njerëzit dhe që thoshte që gratë janë shpesh mbajtëset, pra ato që e vazhdojnë dhe e ruajnë patriarkatin. Më bëri shumë përshtypje kjo, sepse është dhe kjo anë, që ne, kur na merr ai vala feminizmit, nuk e shohim tamam këtë gjë, se refuzojmë ta shohim dhe gjithmonë, pse ja meshkut kështu, pse ja meshkut kështu. Por pastaj filloj mendoj kur është tema vjerës, si ka mundësi që në 70% të rasteve është një grua kundër një gruaje? Pra lufta më e madhe, më e shpesh në familje, është mendja e një gruaje me mendjen e gruas tjetër. Ç'a ndodh? Luftat për territor. Ne e kemi temën familja tjetër, por në fakt duket sikur është vjera dhe nusja tema më specifike. Demonstron një lloj marrëdhënie e cila duket sikur është mes vjerës dhe nuses, por në të vërtet shfaq ose nxjerr në pa një tjetër marrëdhënie që është mes nënës dhe djalit. Paktën kështu shikohet, sepse nëse ka një konflikt në marrëdhënie që nis në familje ku vjen një person i ri që është nusja në këtë rast dhe fillon aty gjithë konflikti, gjithë problemi, xhelozia mes tyre, duket në të vërtet në thellësi që është një marrëdhënie pa zgjidhur nën-djalë. Pra nuk ka një marrëdhënie të shëndetshme mes tyre dyve, por që duket sikur është mes nuses edhe vjerës. Do ishte shumë mirë që ne të vazhdojmë. Unë thjesht doja të thëja vetëm kaq. Unë mendoj që këtu përtej të qenit një nën që e do të birin më shumë se ç'duhet, unë them që është një patologji dhe ai nuk e do të birin. Sepse ajo nuk është lloj forme dashurie. Nuk është dashuri. Unë kam parë dhe kam dëgjuar histori, sepse historitë e vjerave janë, ne jemi rritur me histori vjerash, dhe jemi rritur nga prindrit, nga dëfis ka pasur gjithmonë një vjerë të tmerrshme apo një marrëdhënie shumë keqe. Por këto janë patologji dhe nuk janë normale. Ajo s'është dashuri me kushte që nëse duhet të jem unë e lumtur, të pëlqej nusin, që të jetosh ti domethënë gra që prishin martesën dhe kemi histori, sidomos historia tash kemi një histori të një zonje e cila do jetë me pseudonim, po e quajmë Ani, e cila është ndarë për shkak të familjes së burrit. Ajo thotë që u martuan shpejt dhe nuk u njohën mirë, por kur ajo filloi të jetonte pranë prindërve të bashkëshortit, pa një burr tjetër që nuk e njihte, një burr tërësisht ndërvarur, pra kishte një varësi ndaj vendimeve dhe mendimeve të prindërve. Po, kam disa shënime këtu që dua më mirë më i thot Ani, sepse do t'i thot më është e vërteta e saj. Ani, më dëgjon? Po, mirëmbrëma. Si jeni? Je sigurt që je ndarë për shkak të prindërve? Pra ky është shkaku kryesor? Dëgjoj, kjo është një pyetje që është rëndësishme, po të futem ta mendoj thellë. Mendoj se diferencat e mëdha që kishim si partner, ndoshta një ditë do të shfaqeshin, sepse në njeriu rritet edhe këmbështrimet ndryshojnë, por në pikën kur ndodhi, jam 100% e sigurt që në qoftë se familja tjetër kishte pasur një aproqim tjetër kundrejt marrëdhënies tonë dhe një frym tjetër me të birin e tyre, unë sot do isha prapë me të. Unë doja që tani kalojmë në detajet vogla të historisë. Sa vjeç je njohur ti me bashkëshortin? Kam qenë rreth 26, diçka e tillë. Një mosh? Ka qenë relativ
Shiko, në që se mundem të bëj një ndërhyrje shumë të vogël, lufta më e madhe që më është dashur të bëj mbas ndarjes ka qenë mos të fajsoja veten dhe mos ta dënoja veten për një gabim ose për një zgjedhje të gabuar. Dhe kjo ndodh sepse në moshën 26 vjeçare njeriu e konsideron veten të rritur dhe të pjekur, por do doja të thoja që në atë moshë presioni më i madh fillon nga rrjeti shoqëror ose nga jeta sociale që bëjmë, sepse ti në atë moshë fillon e je më e shenjestruar për të thënë që je vetëm, nuk ke një partner, pse nuk ke fëmijë, shoqjet kanë nga dy, familja të shef kur kemi ndonjë të re, me kupton? Edhe kur ke presionin e madh, tenton ta zgjidhësh dhe kur tenton ta zgjidhësh vetmia peshon më tepër. Mendoj se në atë kohë këtë lloj presioni që nuk më është bërë drejt për drejt, po i pavetdijshëm edhe gjithashtu vetmia më kanë nxitur që është si ai jeturi që në rastin më të parë që gjen një gotë ujë, nuk arrit ta shohë ja ka hedhurina në fund të gotës, sa i pastër çashtësia ka vetëm thjesht e merr, do ta pi sepse ka etje. Po tani kështu ka qenë, mendoj. U lidhe me, ishte edhe presioni që ndikoi, po a kishte dashuri të madhe? Po, ideja ishte kjo, domethënë unë atë fazë që të jetës time njoha dikë i cili më dha vëmendje, ma ushqeu atë jetjen që kisha. Kishte një lloj përfshirje nga ana ime shumë të madhe. Ne kemi diferenca shumë të mëdha formimi, edhe qelloi ta njihja në një moment që ai nuk kishte asgjë. Në fakt jam e para e familjes time që kam arritur të shkollohem, sepse vi nga një familje thellësisht patriarkale dhe me fanatizëm të lartë. Që se vije nga kjo familje, siç e shpjegove, dëshirën për të ecur përpara ke pasur shumë të fortë, 10 fish më të fortë. Absolutisht po. Edhe nga kjo do të lidhet pastaj detaj që do të them si ndodhi ndarja. Për mua ishte një lloj përgjegjësie jashtëzakonshme që sakrificat e mia, por edhe të prindërve, sepse të bësh një gjë të tillë në një rreth shoqëror të thellësisht patriarkal, nuk është gjë e vogël. Përpesh psikologjike po them te prindrit, edhe diferenca ishte që unë kisha një lloj formimi tjetër, kam punuar, jam në një rreth shoqëror dhe rreth pune i cili ka një nivel tjetër kulturor, investimi që kam bërë te vetja, aftësitë, zanatet, kam bërë 2 punë, kam 2 profesione, domethënë kam investuar, jam shumë njeri i lexuar, domethënë kisha një lloj formimi tjetër. Çfarë të pëlqeute ky? Çfarë të roqi? Mendoj se ishte vëmendja, dashuria, më jepte, më ushqinte atë ndjesinë e vetmisë që kisha, atë vëmendjen, dëshirën për të më thënë çfarë duash ti, bëj si duash ti, rëndësi ka që jemi bashk. Domethënë ishte një etje që të kisha afeksion mbas një periudhe vetmie të gjatë, dhe kjo më bëri që ta zgjidhja pavarësisht se s'kishte asgjë dhe kishim diferenca kaq të mëdha. Shumë kurioze për të arritur të shkuar në momentin e parë kur ti takove prindrit. Më trego pak si ishte ai momenti ku prezanton? Personi i parë që kam takuar ka qenë ama. Kam qenë bashkë me një familjar të tij, ama, dhe ne të dy. Unë kam një dobësi që mund ta quaj kështu, kur jam në siklet flas shumë. Dhe nga fakti që isha në siklet atë ditë kam folur shumë unë dhe ato më pak. Nuk kam vënë re diçka të cilën do më vriste syrin apo veshin apo mendjen, mendimet në atë takim. Takimin e dytë kam filluar valviten ato flamujt e kuq aq fort, po unë si duket nuk kam dashur Ç'a flamush ishin? Kam bërë një udhtim me zonjën dhe të birin bashkë me një person tjetër, një udhtim të shkurtër. Ndërkohë që ishim thjesht të dashur në atë kohë, nuk ishim një marrëdhënie të oficiale, le të themi. Edhe zonja gjatë gjithë udhëtimit është marrë vetëm duke folur keq për çdo lloj personi tjetër që nuk ishte dakord me të. Ishte gjatë gjithë kohës duke thënë, shiko, filani ose filanja mua nuk më do, nuk i pëlqej, nuk më respekton. Ti duhet të mbash anën time gjithmonë, sa herë do të jemi në bisedë ajo të tentoj të më ishte kjo ndjesia apo se prezantonte me fisin, me kë po prezantonte? Po duke më thënë që
Jo, ajo thjesht po fliste. Në një farë mënyrë po më mësonte mua se si do sillesha para të tjerëve për të mbrojtur atë, për të mbajtur krahun e asaj, si ajo ishte më e mira dhe çdo kusht tjetër nuk funksiononte mirë nga trut. Ishte ajo ndjes aty unë e kam kuptuar që është një person që aty kam filluar ta ndjej domethënë që ishte një person i pakënaqur me veten, me dyshime shumë të mëdha, që ndoshta nuk e donte asnjëri nga afër për sjelljet e saj ose për approachimin e saj që kishte me to. Dhe do të ta mbulonte me një person, kam një nuse shumë të mirë, shumë të pashme, shumë të shkolluar, shumë e nivel, dhe shifë kjo mba në anën time dhe jo zbleni. Dhe që ishte thelbi, mendoj. As Vjera nuk ishin ndonjë shkollim, as Vjera dhe Vjeri. Jo, absolutisht jo, absolutisht jo. Me shkollim që janë më keq se jo, nuk mendoj se ka domethënë ajo ditë të them që është një zonjë e cila ka qenë një zonë e vojtur dhe ka menduar se vojtja do ta kishte bërë të kishte pikpamje të tjera për njerëzit. Ka pasur një vjehër të tmerrshme ajo vetë dhe nuk mendoja kurrë që ajo do të arrinte të bënte të njëjtat gjëra që bënte ajo përpara. Interesante. Mbaj mend një herë kemi pasur një situatë që më është drejtuar ish partneri që ama se ju doni dru. S'ka të gjenë gjë se hëngre dru ti se ashtu ka hëngër nëna ime, motra ime, gjyshja ime përpara. Ju po rrinit kohë ç'a ndodhi, po bënit sherr që si erdhi me këtë deklarat? Jo, që ka qelluar këto, ka qenë, në një moment të debati, kam qenë në shtëpi unë. Në shtëpinë time sepse unë u përmend, nuk e përmend direkt me mua, që do të ra ty se realisht me mua, ai nuk ka. Po tha graduan drua, ky gruaja vetëm ishte ti. Po, kjo është ideja. Dhe i kam thënë po, mundesh, ke fuqinë fizike ta bësh, por pastaj ti e din se si mund të vazhdoj situata. Sepse nuk është se e bëri ndonjë lëvizje, thjesht e tha. Edhe e tha me idenë që ç'të keq e ka se ka provuar mami ime, ka provuar motra ime, ka provuar gjyshja ime, çfarë problemi ka. Ka thënë gjithmonë fjalën më të mirë të mundshme përpara syve të mi. Po pas syve të mi, nëpër mesazhe me birin, manovrat, skemat që ka bërë, kanë treguar totalisht tjetër. Ore, kam një pyetje, kur thonë mesazhe me birin, ti ja ke parë mesazhet vet? E ke hapur? Faktikisht për vite me radhë nuk e kam prekur telefonin e tij, nuk jam natyrë që e bëj, por gjatë fundit të marrëdhënies filluan dyshimet që mos kishte një tjetër në fakt, sepse unë isha postpartum, edhe realisht marrëdhënia ndryshon atë fazë dhe e gjeja shpesh duke folur me mesazhe ose duke pajtur telefonin si s'kiqe, dhe në atë fazë e kam gjetur nevojshme si instinkt femëror që ta bëja. Po në fakt nuk kam gjetur mesazhe me një tjetër, kam gjetur mesazhe me tjamën. Po ç'a shkruaj? Po kam parë mesazhe nga duke filluar që ti s'më do mua, çat kam bërë unë ty që s'më do ti mua, duke i thënë nëna të birit. Pastaj kam parë mesazhe që ne ju duam më të mirën, por duke se ti nuk na do, duke e thënë si se patjetër një fëmijë nuk është se s'do prindërit e vet apo ta pranoj, po doja thoshte se si doja unë. Po, që të rrini që kontekstit të situatës. Po, patjetër që po. Do me thënë, ka qenë djali, ka shkruar krejt rastisht që ti s'më do mua, apo ka qenë gjatë një bisede? Shiko, kanë qenë gjatë një bisede kjo gjë është e përsëritur. Edhe ka thënë ti s'më do mua, ose krejt rastisht që zgjohet edhe thotë ti s'më do mua. Më dëgjoj, kjo ka qenë një gjë e vazhdueshme. Unë e kam dëgjuar edhe në telefonata, e kam parë edhe mesazhe, jo vetë duke kap telefonin, po për shembull qelloja që isha në makinë përpara dhe ai kapte telefonin edhe në timon, edhe lexonte mesazhet që i çonte ajo ose në telefonata që gjë është në zë. E kam dëgjuar duke thënë çfarë kam bërë unë ty që s'më merr në telefon, që s'më do ti mua, unë jam nëna jote. Madër mbetje pse nuk i kthente përgjigje, domethënë një sjellje adoleshente kundrejt të birit me vazhdimsi, jo një rast, një episod që bën një sherrë. Domethënë. Po, në qoftë se nuk ishte kontakti i përditshëm, ishte ndodhur diçka, duhet të jep të llogari ky pse. Po çuni si reagonte? Kur e merrte telefonin, reagonte pak me lodhje apo kur e merrte apo kur e mbyllte telefonin apo ishte thjesht normal, ishte reagimi e hapte telefonin si detyrim, ha? Po.
Po, e hapte. Në fillim ai ka qenë shumë neutral, me thënë të drejtën, në sensin në kohën që ne ishim shumë mirë me njëri tjetrin, e donte që ta qetësonte, të hiqte një stres nga vetja, e bënte si detyrim dhe pastaj vazhdoni me gjërat tona. Sepse ne kemi jetuar veçmas për shumë periudhë kohë, pastaj në momentin që ai kërkoi të bëshim bashkë dhe unë nuk pranova, fillon pastaj ta të pjeta dhe ndodhi dhe ndarja. Dhe për pastaj në momentet mbas lindjes së fëmijës, që gjërat filluan të ashpërsoheshin dhe debatet ishin më të forta, apo diskutoi për një zhvendosje, të afroheshim me familjen e tij etj. Pastaj ai u distancua nga unë dhe gjeti mbështetje. Domethënë për mua ai nuk ishte mjaftueshëm ambicioz ose i Zotit të vinte kufit mes meje dhe familjes së tij. Ndërkohë që familja e tij thonte totalisht tjetër gjë dhe normalisht atij i pëlqente më shumë t'i krijojë egoja se sa të kritikohej nga unë. E normalisht shkonte dhe strehoi te ajo, pastaj te Jati, te Ama. Dhe unë nuk kisha të drejtë. Është djali vetëm apo? Jo, ka dhe një motër dhe një vlla, po. Jo, ka dhe të tjerë. Është i pari, po, por ka edhe motër dhe vlla. Po, pyetje për të kaluar pastaj pak tek Jona, një pyetje kështu praktike. Ju jetove me ata, por shkove të jetoj dhe pastaj u ndave? Jo, unë nuk kam jetuar me ata në fakt. Unë kam shtëpinë time në Tiranë dhe ka ardhur ai të jetoj me mua. Sepse unë vi nga një qytet i Shqipërisë, po jetoj në Tiranë për momentin. Në një moment të caktuar, gjatë periudhës mbas lindjes fëmijës, vështirësitë normalisht unë isha në shtëpi, nuk isha të ardhurat e njëjta etj. E bisedova me të për të lehtësuar atë patjetër. E thash, unë nuk kam menduar kurrë të lëviz nga Tirana, sepse kam sakrifikuar shumë të arri këtu ku jam, si në karrierë, si në punë, si në çdo gjë. Prindrit e mi kanë sakrifikuar tej masë që unë ta hedh poshtë. Dhe këtë ja kisha thënë me kohë që nuk ta lëvizja kurrë nga Tirana, por gjatë postpartumit, dobësia e madhe, nevoja për vëmendje, për shitja që po më distancoj etj, vendosa të bëja një hap, thash, okay, unë do të bëj një gest të madh, ti them që unë do vi me ty kudo që të duash ti, sepse ai në fakt nuk ka dashur të rrijë në Tiranë. Edhe ja ofrova si opsion, sepse doja ta afroja te vetja. Ai e mirëpriti vendimin tim për t'i bërë shefin ose për të bërë televizja, sepse i kisha thënë me vite jo. Dhe bëm planet bashkë, mirë po këto plane bëheshin sot si që donim ne, të nesër më ndryshonin sepse e ama i kishte sugjeruar gjë tjetër. Bënim debat, e bindja që shiko, jo se dua unë, po kjo është më e drejta, si për mua, si për ty, se unë nuk dua të shkoj të bëhem shtëpiake. Nuk është e nevoja ta bëj një gjë të tillë. Okej, thoshte ke të drejtë, i ribënim edhe një herë planet nga fillimi. Fliste me Tjatin, zhbëshin planet prapë të nesërmen propozonte totalisht gjë tjetër. Kjo mungesë konsistence për mua ishte fatale, e patolerueshme. Dhe erdhi një pikë që i thash, shiko, unë ta ofrova dhe ti nuk mundesh të më mbështesësh apo ti je në të njëjtën linjë me mua, edhe më japësh besim dhe siguri të ndjek nga pas. Që në këtë moment unë vendos se nuk të ndjek më, shtëpia ime është në Tiranë dhe jetoj këtu, në çdo ditë do të rish, do rri bashkë, ndryshe i lirë të shkosh. Në këtë moment pastaj çdo gjë ka ndryshuar. Sa kishe lindur? Po, ka qenë djali shumë i vogël, ka qenë diçka 6-7 muaj, gjë e tillë. Ka dhe një Darja që më vështirë kur sapo ke fëmijë, ç'a bëri ai ku direkt, domethënë kishit ç'ke fëmijë sa u diskutua, vjera au bëri u bubu, si dash ti me fëmijë apo kish mori çullin? Unë mendoj se djalin tim nuk e ka dashur asnjëherë familja e tij, pavarësisht se ata shtiren sikur e duan, për hir të fëmijës tyre, se kanë frikë se i largohet ai, edhe mundohen të shtiren sikur duan djalin. Por faktikisht djalin tim ato në 1 vjet e gjysmë nuk e kanë takuar, dhe kur e ka takuar për herë të parë, zonja, sepse më ke prek në plag, si themi, kur e ka takuar për herë të parë zonja, mbas 1 viti e ca djalin tim, kemi qelluar që t'jemi në një ambient, unë e nxirja, nuk kam ndërhyrë kur tek e pjesë, e nxirja e ka marrë djalin dhe ka vendosur, e ka mbështetur në divan, ishim diku, nuk më mend eksakt të them ku, dhe është mbështetur në divan tjetër vet dhe i ka vënë këmbën në shpinë që djali mos të rrëzoj.
Dhe unë kur këtë nuk mund të harroj dot as ta fal, se si një gjyshe t'i vë këmbën për ta mbajtur një fëmijë, këmbën në shpinë, një bebje dhe se mban me dorë dot ose se mban në prerë. Mendoj se realisht nuk e kam dashur dhe as nuk e duan dhe për faktin se ajo është kaq thellësisht xheloze që i biri ka arritur të ketë një marrëdhënie kaq të thellë me një femër tjetër sa të krijojë dhe familja apo të bëjë fëmijë. Dhe nuk e ka pranuar dot asnjëherë si gjë. Qofsha e gabuar, Perëndia më ndjef nëse po gaboj, po hyn në hak, po nuk mendoj se ka dashur, mendoj se xhelozia e thellë nuk ka për ta lënë asnjëherë ta dua fëmijën tim. Sepse unë arrit ta dalloj si e do mami im dhe babi im. Po burri, babai, vjerri ose motra, se ajo është shumë e rëndësishme që është i gocë tjetër, ç'a bëni ta? Si kishte marrëdhënie me ta? Janë tërësisht indiferent për sa i përket vllajt dhe motrës. Janë tërësisht indiferent, nuk është se janë përfshirë gati asnjëherë. Janë njerëz të ftohtë, janë njerëz nga ata tipat që shiko se unë dua të relax kësaj situate se vuaj tepër dhe nuk mundem ta përjetoj kaq thellë, egoizmi në kulm. Kurse për sa i përket djatit, pastaj ai është një nivel tjetër. Toksiciteti dhe frymet dhe shembulli i keq. Unë nuk e kam parë kurrë atë mashkull ndonjëherë në 10 vite gati lidhje, marrëdhënie, martesë, lindje etj. Nuk e kam parë asnjëherë në jetën time ti thotë birit një fjalë të mirë. Ai është një njeri i paformuar me nivel, unë nuk flas nga mlefi, të betohem, flas me shumë thellësi sepse tashmë ajo gjë ka kaluar. Unë e shoh zotrin sa herë takon djalin dhe për mua është nuk kam as edhe një lloj ndjesie më zero. Pra nuk kam mlef ose inat apo diçka sepse do isha sjellë ndryshe ta kisha, po kjo është realitet. Ai është një njeri i cili nuk ka bërë asgjë në jetën e vet, nuk mendoj se ka 2 vite vjetërsi pune se s'ka prek kur punë me dorë. Është shembulli më i keq i mundshëm i mashkullit, mendoj, që mund të ekzistojë dhe arrin të në pikat që i thoshte birit ti s'di, ti s'bën, ti si i Zoti. Mua gjithmonë më ka pëlqyer lidhja e fundit, se realisht duhet që të kaloj jonës. Po jam shumë kurioze për çfarë hanin këta? Pra djali s'punonte, me çfarë ushqeshin? Me borxhe, me 50 eurosha, 100 eurosha që i çonte ky ish partnerim fshetas. Unë në fillim i thoja që mund t'ja falësh mamit ti 50 euro, se s'ka problem, do ja falësh dhe unë timës, ja falësh ti të tënde, se ne kemi rroga. Se me të lënë aty të prindërve. Se mos ta kënaqim. Nga unë jo, po se secili nga ne kishte rrogën e vet, dhe patjetër ai nuk është se më tregonte mua për pikërisht sa merrte çdo muaj. Ai ne bashkëpunojmë, nuk kam lënë kur që ishte i papunë apo vetëm kur e njohe. Po, në fillim ka qenë i papunë që nuk kishte asgjë në Terezi dhe pastaj bashkë arritëm t'i sistemonim gjërat. Po më vonë ka punuar një punë të thjeshtë, por ka pas rrogën, pagesën e vet dhe ne ja kemi dalë, unë nuk kam lejuar kurrë që para të futet në marrëdhënie apo në familje si problematik. E kam zgjidhur gjithmonë sa herë kishte vështirësi, e kam zgjidhur vetëm që mos të diskutohej, jo ti harxoj më shumë, jo harxoj më shumë. E vinte puna për të falur 50 euro dikujt, e kam qenë më se bëje të lutem. Por pastaj me kalimin e kohës e kam parë që nuk ishte më transparent, për të kam gjëra të thotë që për shembull zemra do ja fal 50 euro të filanit. Jo, ka qenë pastaj filloi ta bënte fshetas. Unë e dalloja që i jepte atyre, se s'kishin për të ngrënë dhe janë kohëshin shumë. Unë mbaj mend një rast, i kam ftuar, kam thënë i dashur, të kam shumë dëshirë, e shifja divergjencët që kishim me familjen e tij, tha dashur, kam dëshirë që të shkojmë diku me familjen tënde. Merr mamën e babën, thuaj, hipim makinën, shkojmë në Vlorë të hamë një drek. Është në shpenzimet e mia. Kam shumë dëshirë. Dhe më ka ardhur në shtëpi, më ka thënë shiko, se fola me prindrit, po s'është se kanë shumë qejf, se është moment pak i vështirë, dhe i kam thënë çfarë, kam thënë, më fal, po më thua që është mirë që t'i jap ato 100 euro në kesh në dorë t'ja japësh, se sa të shkojmë të hajmë drejt bashkë, dhe më ka thënë, ne, pak a shumë ashtu. E kam marrë 100 euro, që ja kam dhënë dorë dhe e tromaksur në thojza për gestin, sepse
Me vërtet mund të ishin vështirësi, po nuk donin të punonin, nuk është se s'kishte mundësi të punonin. Do e merrnin punën, e bënin një muaj, e lija, jo po se më dhem këtu, jo se më dhem aty, jo po se s'jam kështu, jo po se s'jam ashtu, ishte më e thjesht. Ne më bëri përshtypje pjesa e faktit që zhvera juaj ka dashur të krijojë një aleancë me ju në fillim. Po, absolutisht po. E ka dashur ta bëjmë. Si ke reaguar në ato momente që ke parë që ka dashur të afrohet? Dëgjoj, në ato momente e kam duke ditur që është një grua e vuajtur, e kishte kaluar shumë se kam marrë informacion. Shqipëria është e vogël dhe ne gjithmonë e kemi si zakon të pyesim për njëri tjetrin para se të bëjmë veprime të mëdha, sidomos familjet patriarkale që ku ne jetojmë. Unë kisha info mbi të dhe dija historinë e saj, dija që ishte një grua e vuajtur si në familjen ku kishte shkuar si nuse ajo në atë kohë, si për bashkëshortin e saj që ka qenë le të themi i dhunshëm, për ta as pak i respektueshëm ndaj saj etj. Dhe në fillim e kam besuar gjatë që më thoshte, dhe thoja o zot sa e vuajtur ka qenë, sa edhe këta i kthehen kundra, partneri nuk e mbështet etj. Dhe kam thënë po, mua më ken krah, mos kemi radhë. Kanë qenë më vonë pastaj momentet që unë kam filluar të shoh se faktikisht njerëzit i vjeshin kundra jo pa qëllim, po prej skemave apo fjalës së rëndë që thoshte, apo fakti që donte shiste mend pa pas asgjë dhe të ishte ndërkohë kur ajo kërkon të afrohet. Kam filluar të distancohem me kalimin e kohës, kam filluar të distancohem, të ftohem nga fakti që unë e merrja shpesh në telefon edhe pyesja si e kam filluar nga një herë në javë, ta bëj një ditë, pastaj herë në 2 javë, dhe kjo ka qenë një ankesë e saj shumë e madhe biles kundrejt partnerit tim, pse ajo s'më merr në telefon, pse ajo s'më do, pse ajo nuk më konsideron, pse ajo s'më thot mami. Ka qenë një luftë e tmerrshme, pse unë nuk i thoja mami. Dëgjoj, burri sa thoshte ty, ish partnerit, ti kalonte ty të gjitha ankesat e saj? Në fillim i ka pas e bënte, sa bënte pa vetdije, që çfarë bënte, nuk arrinte ta kuptonte se sa probleme po krijonte në atë mënyrë, dhe e bënte. Unë nuk është se kam reaguar ndonjëherë keq apo në fillime, po pastaj me kalimin e kohës jam kthyer dhe i kam thënë mos më kërko t'i them mami, se nuk do t'i them mami. Kam një nën, e kam gjallë, do ta Nuk është një moment të marrëdhënies për të thënë që merre mu me maman, do ta lëmë sentimet e qetë, se ç'pun ka ajo me butalliqet e mamanit. Jo, nuk e ka bërë kurrë. Nuk e ka bërë kurrë. Po ta kishte bërë, unë të sigurisht që sot do ishim bashkë. Po do ishim bashkë, më sa. Unë nuk e kam sharë kurrë prindit e tij në prezencë të tij, nuk i kam thyer kurrë. I kam kërkuar po që të mbajmë një farë, domethënë nuk isha entuziaste që hajde ikim trimeta, sepse bisedat ishin goxha toksike kur ishim me ta, ose ziheshin ata dy si partner, ose gjoja t'jatin duke sharë të birin dhe ky vinte pastaj në shtëpi ishte tym, sepse jati vetëm e kishte ulur, ose gjoja t'jamën që donte të bënte aleanca me këtë dhe me mua, se jati ishte si ishte, po shikon se ne më keni mua, jam unë, etj. Domethënë, aleancën faktikisht ajo nuk ka dashur ta bëj vetëm me mua, ka dashur ta bëj edhe me të birin, shumë shpesh, sepse ndjehej e ofenduar, e pavlerësuar nga i shoqi dhe donte ta merrte të gjitha të vlerësimin, vëmendjen e munguar tek i biri. Se di sa keq mund të ngjaj, po kështu ka qenë. Kështu është. Po ndryshimet në formim që the pak më herët keni me partnerin. Mendoj se kjo ka ndikuar shumë, pasi unë kam ndjerë për një farë periudhë kohe një lloj ndjesie sfide, pse ti merr rrogë më të madhe se sa e marr unë. Unë siç të thash, nuk kam lënë paran kur të futet në mes. E kam evituar totalisht çdo bisede që kishte të bënte me paran, dhe kur kishim keq e zgjidhja unë, i merrja para babit, borxh, dhe i thoja mi jep se ti jap, dhe e zgjidhja situatën, dhe nuk e lija atë kur të merrte borxha i të diko, apo të kishte atë ndjesinë e përgjegjësisë që o s'kam lek tani, jam familjar, jam krejfamiljar dhe duhet ta zgjidhom nga situata. Nuk kam lënë kur paran të futet në mes, ama unë e kam ndjer shumë shpesh këtë pjesën që se këtë muaj kam marrë më shumë se ti. Pa dashje të rrëshitur.
ose ndjesinë e inferioritetit, pasion kudo ku kam shkelur, kam pasur një mikpritje ose një vlerësim nga si me vepra, si me fjalë, nga rrethi shoqëror, nga rrethi familjes ti, nga rrethi punës, në çdo ambient ku unë ata e kam prezantuar ose futur, me shumë krenari, se kam qenë shumë e verbuar pas ti, realisht. Ai kishte atë ndjesinë e inferioritetit se i ndjej vetja sigurisht e papërshtatshëm të rrethin ku unë isha. Në fillim e ka bërë për hatër, më ka ardhur, më nuk më ka prishur shefën për asnjëherë, po me kalimin e kohës, pastaj e ka kërkuar dhe e ka vënë në zbatim që të përpiqej ti evitonte këtë nga rrethi im. Ka gjetur më fal, se kur po thua këtë, se si ka ndjer inferior, ndërkohë është ndjer inferior edhe nga jati vet. Është ndjer inferior edhe nga komfortin ta lloj ndjesie që ka në atje, domethënë është më mirë të dhunohet, të vazhdoj, si thua, një lloj dhunimi psikologjik aty ku ai njeh atë lloj dhune. Ke dal fiks aty ku duhet, sepse të shtoj një fjali, prandaj edhe ai shpesh kur ishin në familjen e tij, i pëlqente ajo lloj toksiciteti mbase dhe merrte një lloj zemre kur ishte atje, dhe bëri totalisht i ndryshëm me mua. Në gjësaj në rrethin tim familjar, në rrethin tim shoqëror më puthte dorën, nuk më hiqte syt, më bëtë qeshti gjatë gjithë kohës, më bështeste, etj. Kur ishim në prezencë njerëzve të tij, të rrethit të tij, kishte një lloj sjellje me superioritet dhe me një lloj tonaliteti që ajo ti sa e di unë, ose fole ti. Ose nuk do duke dhe i çuditshme për ty, kështu si pa besueshëm. Unë fillova, domethënë ishte totalisht njëri tjetër. Edhe normalisht këto grincat e vogla pastaj e mbushën kupën, e mbushën se më thash kam bërë luftë në jetën time për të mos e fajsuar, vazhdoj ta bëj për të mos e fajsuar, për më thënë ai ke pas gjitha parasysh, si ka mundësi që ke bërë një zgjedhje të tillë? Si ke zgjedhur të kesh baban e prindërve të tu të ardhshëm apo gjyshit e familje e fëmijës tënde të ardhshëm? Shiko, Ani, si e ke bërë këtë? Unë e thash të monolog, domethënë, edhe kështu që kur ta shohësh programin, se s'duhem ta përsëris prapë, të kuptosh dhe nga monolog. Ka qenë një vëzhgim i personal i familjes time dhe i shumë njerëzve, sepse historinë me familjet, sidomos ne që kemi jetuar, jemi rritur në familje ku kemi ndarë dhomat për gjysëm, kam pas kushëri që kanë ndarë dhomën për gjysëm, edhe me pa njohur, kemi shumë histori të tilla për plasive familjes, po unë e thash pikërisht që dashuria shumë e bukur se është ashtu, por midis dashurisë dhe martesës duhet të jetë një moment që që të shohësh. Neve kemi kaluar si rasti yt edhe shumë raste të tjera, kemi kalojmë nga faza e parë, kalojmë nuk e mendojmë. Dhe kur të pyeta edhe në fillim që thash, dukesh e pjekur, ta thash e pjekur në raport me njerëz që mund të kesh njohur para ishte 10-10 vjeç, por 20 vjet prapë ti je pa pjekur se je në fillimet e jetës. Por për ta mbyllur, Viera ka bërë përpjekje nga ana e vet për që ju të ribashkoheni? Absolutisht, kategorikisht jo. Ajo ka qenë e vetëdijshme kur i ka thënë të birit që ajo gocë nuk na do neve dhe ti duhet të vendosësh çfarë do të bësh, sepse ne në Shqipëri e kemi zakon që burrat vendosin dhe është ajo që duhet të ndjeki ty dhe jo ti të ndjekësh çfarë nevojash apo dëshirash apo mendimesh ka ajo. Mendoj se një moment të caktuar kur ishte plani për të zhvendosur në Itali, ka arritur në pikën që ka thënë merre, sikur po e merr me pushime, të rrim bashkë të kalojmë një farë pushimesh dhe grisja pasaportën, pastaj se s'ka nga jamban. Grisja pasaportën. Mendoj se ka bërë, po unë këtë ndjesi kam pas biseda që më ka bërë për hajde të përshtypje më kanë lënë, dhe bisedat të vogla që mund të kem lexuar. Ajo ka qenë e vetëdijshme dhe jam e sigurt mbi jetë që i ka thënë, shiko mami, nuk është era fundit që dikush ndahet, ajo s'bën për ty, do jesh më i lumtur pa, kështu që s'ka problem, hajde mami se ja dalim bashkë. Rrjedhimisht, në mënyrën më kategorike, absolute nuk i ka thënë ndonjëherë që bashkoj ose ktheju. E di kur do ta bëj ajo këtë gjë, nëse i biri do ngel një ditë pa punë. Edhe vetë do jetë pa punë dhe normalisht do të mendoj se po shkoj u kthye ekonomikisht, ndoshta mund ta kemi si ndihmë, mund t'ia thot, ndoshta një ditë pa, nuk besoj se do ndodhi më. Nuk besoj se është mërzitur,
ajo në fillim kur ka ndodhur si ama si Jati kanë tentuar të më shkruajnë mesazhe, pasi unë me ish bashkëpartnerin kam pas një shkëputje një 5-6 muaj totale. Edhe ato kanë tentuar të vjenë në kontakt me mua, por jo për të bashkuar, për të pajtuar, apo po thjesht për të shprehur që shikoni, nuk e kemi dashur këtë gjë, jemi të keq ardhur, por që janë gjëra që ndodhen. Tamës nuk i kam kthyer përgjigje dhe as nuk kam lexuar, vetëm i kam fshirë mesazhe dhe i kam bërë blok. Sepse nuk doja absolutisht asgjë, sepse ajo lloj femre, ajo lloj energjie, sjellja, çdo gjë që kam arritur të përjetoj për sa më ka çuar të kem atake paniku për disa muaj me radhë. Kurse Jati, kur ka tentuar të më shkruaj, duke tentuar të justifikoj, faktikisht e ndroi veten në pa për gjitha gjërat që ishte thënë të birit, dhe unë ja kisha thënë birit më përpara që i tat mendon këtë. Po shikoj, thoshte që unë nuk kam dashur që kjo martesë të finalizohej, unë kam kërkuar që të bëj në një mënyrë që të kishte shpresë për të vazhduar ose të kishte një marrëdhënie të shëndetshme, po ju s'keni dashur, për shembull, unë nuk kam bërë dot celebrim në kish. Dhe ai e ka shprehur këtë që më ka shkruar një mesazh, shikoj, unë e kam ditur që ju do t'ja dilni të kishni një martesë të shëndosh, sepse nuk më pranuat këshillën time që të martoheshit në kish. Ose i kam thënë unë të mbirit që ty duhet të marri, të jetosh afër nesh. Kam insistuar për këtë, sepse ka qenë gjëja më e mirë për të bërë. Domethënë, mes rreshtash, unë tani nuk i mbaj mend eksakt, por mes rreshtash ai ka konfirmuar të gjitha frikat që unë kisha të ndërhyrjes. Në fillimin e kishte mirë të letrës që ju duhet ishit bashkë, pastaj rrugës e përhiqi pak me duhet ishit në parë. Ani, unë mu të them e para që pas ke shpëtuar, dhe ti e jam shumë ke shpëtuar, jo totalisht një person i ri. Më vjen keq, Jo, po absolutisht. ke shpëtuar nga vjera, por nga ana tjetër më vjen keq që këto situata dhe këta njerëz jashtë janë kaq shumë brenda sa që ata partnerët i marrin me vete dhe i sjellin deri në krevat këta njerëz, i mbajnë çdo ditë. Dhe shkaktojnë pastaj ndarje absurde kur ju mund të ishit një familje, okay, e lumtur me dhe fëmijët të gëzonte dhe nënën dhe babain në shtëpi. Unë të falenderoj shumë. Unë falenderoj unë ty, vlerësimin dhe konsideratën më të madhe për punën që bën. Kam një familje me formim të njëjtë si familja e tij. Pra në familjen time, për arsye njollash në familje dikur nuk ka arritur dot të shkollohet apo të ketë intelektual. E njëjta është familja e tij. Di të them që nuk ka të bëjë shkolla në edukimin, kulturën apo ndjeshmërinë e njerëzve. Unë jam kjo që jam prej familjes, nuk më ka mësuar universiteti apo diploma të kem respekt apo të përfshirë. Kërkesa ndaj vetes. Sepse absolutisht. Familja juaj ka pas ndaj vetes dhe ndaj teje dhe e ka parë të fundit të tunelit. Të falenderoj Ani për ty. Faleminderit ty. Të uroj më të mirat. Faleminderit shumë. Gjithashtu edhe juve suksese dhe shpresoj që të arrini atje ku keni synimin të arrini. Po bëj punë të jashtëzakonshme. Faleminderit shumë. Një natë të mirë dhe punë të mbar. Natë. E di çfarë përshtypje mua edhe tha shumë bukur edhe Ani në fund fare se si dy familje me gjithë një nivel ekonomik dhe se si rritet njëri, se çfarë këndvështrimi ka njëri për edukimin, për jetën dhe tjetri. Dhe më bë përshtypje për shembull se si dikush pikërisht nga ato çfarë ka hequr bëhet më i mirë dhe dikush si kjo vjerë pikërisht nga bredhunës prej vjerës së keqe përsërit të njëjtat simptoma dhe nuk e di pse ai shijojnë të gjë apo është thjesht si ai puna e djalit vet që i pëlqen ajo lloj. Kam përshtypjen që sa herë dikush ka një mungesë të plotësimit të nevojave që vijnë nga e kaluara, por nuk ndihet të realizuar, nuk është ndier asnjëherë mirë me veten e vet, një herë të vetme, le të themi për shkak të rrethanave, për shkak të ngjarjeve që i kanë ndodhur, sigurisht që do ta demonstroj këtë gjë edhe më vonë. Pra, këto raste të vjerave që ne i kemi portretizuar shumë negativisht, për shkak të rasteve që ne do të po trajtojmë,
në fakt janë pikërisht ato persona që nuk janë plotësuar asnjëherë në jetën e tyre dhe e shkarkojnë gjithë ato mungesat edhe gjithë streset, gjithë mllefet e kaluara në marrëdhëniet e tjera që ndërtojnë. Pra nuk janë edhe në gjendje të marrin më tepër, sepse mund të ishte një marrëdhënie shumë e mirë. Ajo tentativa në rastin konkret që po bënte të afrohej në një formë mund të ishte ndërtuar ndryshe dhe të kishte marrë kënaqësi, ndoshta të kishte marrë një marrëdhënie më të plotësuar se sa e ka marrë në jetën e saj më hershme. Por nuk u arrit sepse nuk e lan pikërisht ato modelet e vjetëruara, të cilat i transformoi dhe i kaloi. Nuk ishte vetëm me Nusen, është me Djalin, një gjë e cila vura re nuk është se kishte për shembull mbrojtur karshi burrit të saj që vazhdimisht ishte duke e mohuar djalin ose duke e vendosur në kundër sulme të, ti nuk mundesh, ti nuk doja dalësh, dhe këto fjalë janë shumë të rënda ti dëgjoj një fëmijë, por sulmi i saj ishte kundrejt Nuses, jo kundrejt partnerit, burrit të saj në këtë rast. Pra këtu është një gjë që ne themi ajo familja që ne predikojmë aq shumë jashtë, themi familja ime, familja mbrojtës ndaj familjes time. Por kur vjen puna për ta parë në realitet se çfarë problematika është të thella, çfarë traumash ka, është më të vërtet e tmerrshme. Domethënë të shkojmë deri në këtë nivel ku bëhemi sulm ndaj fëmijës ton për shkak çfarë të asaj që ne kemi kaluar vetë. Edhe pjesa që ai luante me atë me viktimizimin që ti s'më do mua, domethënë ajo presioni emocional, shantazhi emocional, mund të them, se s'më do mua, se s'më bën mua. Ai është tamam shantazh emocional. Shantazh. Domethënë këtu do marrin kënaqësi nga kjo gjëja, është kërkon ta marr nga fëmia që e shikon se në çfarë gjendje është. Pra unë për ish partnerin e Anit ndjem pa keq. Sepse pavarësisht ai është një adult, është përgjegjës sigurisht, duhet marrë ndaj një vendim, por duke njohur pak në këto detaje ndjem keq sepse ka një baba që e sulmon gjithkohës dhe një nën që kërkon ta shfrytëzojë gjithkohës për të plotësuar ato nevojat e dhe Ani ndjen të keqardhje. Domethënë Ani ishte gati të lidhej me atë, nëse s'do ishin ata. Dhe shikojmë pak edhe këtë detajin tjetër që ai ia plotësonte nevojat emocionale Anit në fillim të marrëdhënies. Ndonjëherë neve ato që kemi nevojë vetë ti plotësojmë vetes, ja plotësojmë tjetrit. Edhe ndoshta këto kanë qenë ato nevojat që ai ka pas vetë si fëmijë vogël brenda dhe tani si adult i madh jashtë, po e tillë është dhe ne duhet të ballafaqohemi me këto të vërteta shumë të tmerrshme të familjes. Por kam një pyetje në lidhje me marrëdhënien e nënës këtë më ka thënë një miku im mashkull para shumë vitesh. Madje kur isha në Amerikë dhe po diskutonim për familjen shqiptare dhe më ka ngelur, ka thënë që nëna tha, duke qenë se nuk shumë nëna shqiptare, duke qenë se nuk kishin marrëdhënie të shëndetshme me burrat, e kalonin gjithë kontrollin tek fëmia. Dhe ai ishte çun që, domethënë, edhe ai kishte shumë marrëdhënie me nënën e me babain. Dhe nuk e di tha çalloj edukimi kështu disfunksional kemi ne, sepse dhe ajo mënyra se si nëna e ka mbrojtur, i ka ndenjur, mënyra se si gjithë dashurinë ka krijuar një marrëdhënie me djalin, posesive, posesive. Pra kishte, ndoshta edhe fitoria e saj dhe edhe fakti që shumë ishin dhe pa punë, edhe fitoria dhe krijesa e saj. Pra gjithçka e derdhin tek djali, vetëm duke evituar burrin. Edhe fakti dhe shumë çifte në Shqipëri për shumë kanë pasur dhe gratë fshinin çdo gjë nga burrat, pra nuk ka qenë një marrëdhënie unison për djalin. Haj se rregulloju mirë. Lëre se tha babi atë, po ta rregulloj unë në darkë. Da bëjmë ndryshe, s'ka gjë se si themi babit të radh. Pra kjo gjëja është e gjitha disfunksionale dhe krijon një raport që nuk është një traumë e madhe e cila duhet zbërthyer aq shumë, ka shumë kompleksitete që vijnë nga individ të ndryshëm që e krijojnë gjithë marrëdhënien që duket së jashtme. Trauma që vijnë nga çifti nuk mjaftojnë, por duhet edhe kjo që vjen nga prindi, që futet në mes edhe bëhet më komplikuar situata. Është marrëdhënie shumë egoiste. Domethënë të derdhësh të gjitha ato shqetësimet e tua tek fëmia për të plotësuar të ndjerë kënaqësi, se Dalina pak më herët a ndjen kënaqësi ky person, merr kënaqësi për saj, merr kënaqësi duke i dhënë vetes rëndësi. Do të gjithçka çka ka. Është gjithë. I pjesë e njerëzve se unë përmend gjithmonë Shqipërinë dhe them që gjithmonë duhet të përmend Shqipërinë se për të po flasim, por natyrisht lidhja e nënës me djalin është e studiuar që në kohën e Greqisë së lashtë, po
ndoshta atë lloj ka një gjë në fakt të kjo marrëdhënie me që e prek marrëdhënien nënës me djalin që nuk jo vetëm me nënën dhe djalin, po edhe me vajzën. Nuk ka një ritual cila mund ta bëj këtë diferencën e kur fëmia bëhet adult, që duhet të merr vendimet vet, duhet të zhvendoset nga fokusi i familjes, të mos jetë nënvarësi. Nuk ka një ritual që e ndan këtë dhe në të vërtetë është kuptuar pak i dhimbshëm, sepse nëna nuk di si të reagojë kur ikën fëmia, edhe fëmia vet nuk di si të reagojë kur ikën prej familjes. Është menduar që është martesa rituali që e bën këtë ndarje, por me sa duket nuk është, sepse ato martohen edhe sërish vazhdojnë të kenë të njëjtën ndërhyrje. Dhe sidomos që shumë nga taksirati duhet jetojnë bashkë me prindrit. Po. Dhe në ambiente të vogla, se s'po flasim për vila gjigande. Ndërkohë, unë do të kthehem prapë sepse kisha një intereson shumë të flisja një çik për këtë pjesën e mashkullit që nuk merr dot vendime.